Kur më erdhi afër nuk pandeja se ç'a do ndodhte dhe ndjeva një miku, një perde nga syt, e zezë më ka dalë nga syt dhe më ka dalë një dritë dielli. Po u çlirova, miku trupi miza, më ikën ato mizat, si thonë, kishan pirje trupi. U lirova nga pirje trupi dhe unë e shpalla veten qatë moment unë përfundoi për mua që unë u shërova. Juve nuk e kuptoni nga doli vllai. Kur dikush nuk është i lirë ecën në errësirë. Dhe kur çlirohet dikush që del fryma e ndyrë dhe del ikë nga ai dhe thyet çdo zinxhir, çdo mallkim, atëherë ai shkon dritë me sy. Thoj shikon dritë me sy. Shikon dritë me sy edhe është e vërtet. Vlla, mund të flas? Shikoj frym vdekje. Ti nuk do ishe sot. Shikoj ti do kishe dhe në fund gjithçkaje. Ha? E vërtet. Dhe kur më është drejtuar që ka thënë që ju keni kaluar mallkime dhe vdekje dhe ishit për vdekur, po. I kam thënë, është e vërtet, se kam ndjerë unë në shpirt. Në familje time kam pas shumë fatkeqësi dhe më rrinte mendja të keqet. Kaluar shumë halle, më shikur vllai, më shikur djali, miku babai, miku gruaja, miku. Çdo mallkim që ishte krijuar në familje u thye. Lavdi Zotit, Jezu Krishtit.